Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin e radhës përmes meje. Unë jam Kaltrina Mustafa Rahimi dhe sot në këtë podcast kemi vendosur të flasim pak për filmin, për kinematografin shqiptare, botërore dhe jo vetëm. E me këm më së miri do ta kishim bërë këtë bisedë, sesa me regjisorin ton më të famshëm të momentit, Iber Dearin, të cilin unë e kam këtu pranë meje dhe me të cilin do të ndajmë rrugtimin e tij në botën e filmit, por jo vetëm atë, do të mundohemi të nxjerrim edhe diçka më shumë nga jeta e tij, punat që ai ka bërë ndër vite. Përshëndetje Iber dhe mirë se vjen. Përshëndetje Kaltrina, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që sot do flasim kështu me kamera, si tëra herë gjitha intervistat kanë qenë Po, vetëm me zë. Ndërkohë që unë në këtë rast do të jem në atë rolin e atij që nuk merr vesh shumë filma. E ti do t'jesh ai që do të më sqaroj disa terminologji, disa gjëra që kanë të bëjnë me filmin, se realisht, t'jem e sinqert, nuk është të shikoj shumë filma, por filmin Kritë e Thirrjen Rexhën e kam pa. Jenë mirë, do të mundohem edhe unë të përgjigjem aq sa di, se filmi është një enciklopedi shumë e madhe dhe asnjëherë nuk përfundon duke mësuar filmin, kështu që shpresoj që pyetjet janë më të lehta, që mos të humbem. Jo, po ti nuk e ke problem, unë e di. Do të mundohem. Sidomos kur bëhet fjalë për filmat, e di që aty nuk e ke problem, pasi shpesh të kemi parë të bësh edhe analiza, të japësh komente, qoftë për filma tan apo edhe të huaj ndërkombëtar, kështu që besoj këtë nuk do ta kesh problem as gjatë këtij bashkëbisedimi, si do ta kesh. Ta shohim. Ta shohim varet nga pyetjet çfarë janë. Po, okay, rrugtimin tënd e ke nisur me filmat e metrazhit të shkurtër, ke qenë shumë i ri në moshë, ke punuar me shumë dashuri për filmin, me zero buxhet aso kohe, por ja ke dalë që në atë periudhë ti të jesh ndër të parët në fakt ashtu edhe u bëre i njohur për publikun, pasi kanë qenë pikërisht çmimet që ti i fitoje me ato filmat e metrazhit të shkurtër që ti i bëje vetë me shumë dashuri e që i promovoje pastaj në festivale botërore ndërkombëtare, siç ishin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku fitoje edhe çmime kryesore. Do të kthehesh pak në atë periudhë? Po, do të thotë, kur themi vetë, unë kam pas një grup shok, do të thotë. Edhe ata kanë qenë kështu entuziastë. Do të thotë, sigurisht unë isha iniciatori se regjisori duhet të jetë ai kryesori që vendos ose ka vizionin për ta realizuar një film, dhe pastaj e ka dhe obligim të gjejë njerëz që ta besojnë idenë e tij. Unë pata fat ashtu disa njerëz të uritur për të bërë film dhe për të arritur sukses. Do shë gjenerata jo në viteve kur kemi realizuar filmat 2009-2010, ka qenë një periudhë ku nuk kemi pasur filma shumë tek ne, dhe më shumë kemi shikuar filma, dhe ka qenë ai momenti kur normal unë jam rrit duke shikuar shumë filma dhe kam desh të rrezikoj jetën time nëse dua të humbi diçka, të humbi duke bërë filma, jo duke studiuar. Për shembull në familjen time të gjithë janë farmacista dhe mos vëna jo oferta ja studioj farmacinë se i kemi biznesin e sigurt familjar. Por nuk më ka tërheq dhe unë kam rrezikuar komplet me një fushë të re, që nuk kam pasur asnjë model ose asnjë njeri tjetër që ka studiuar filmin tek ne shqiptarët që të marrë ndonjë këshill. Këshillat e mia për film kanë qenë YouTube, regjisorët e botës botëror që në atë kohë kanë qenë 2-3 intervista, për shembull i kam parë të Quentin Tarantino ose Rodriguez që thonë kape një kamerë dhe dile realizoj një film. Dhe për mua ka mjaftuar ajo fjalë që ta kape një kamerë dhe dal të realizoj një film. Dhe kemi testuar ne, nuk kemi pasur idenë që po realizojmë film, kemi provuar duke testu, pastaj e kupton se kemi qenë ndoshta me fat se në atë periudhë ka pas YouTube, se kemi shfaqur në rrjetet sociale tash po edhe Facebooki ka qenë sa i di. Po. Dhe reagimet e njerëzve pastaj kanë dhënë motiv të vazhdosh të realizosh filma. Normal, fillova ta studioj filmin, për me kriju një network, se jo për të mësuar ku e di çka, do të thotë Akademia e Filmit nuk është tek ne që të mëson si të bësh regjisor, më shumë të edukon me informata për filmin, për literaturë, por asnjëherë nuk të mëson si të bësh film. Si ta bësh filmin. Do të ta mësosh vetë. Vetë. Dhe mendoj ndoshta çdo akademi e filmit ose edhe ndërtime të tjera, sidomos në ditën që jetojmë sot në këtë shekull të teknologjisë, duhet të jemi kurreshtar për punën që e dojmë dhe të rrezikojmë. Nëse presim buxhetet, nëse presim momentet kur dikush do të ofrojë diçka me bën, nuk besoj se vjen. E sidomos tek vendi jonë. Ku në vendin ton
asnjëherë nuk ka qenë gara për të bërë filma jo cilësor. Nuk ka qenë një garë të bëjnë filmat në mision për të realizuar filma. Më shumë ka qenë gara kush fiton projekte. Po. Dhe Ka lidhjet më të forta. lidhet më të fuqishme, do të thotë asnjëherë nuk janë diskriminuar njerëzit. Këtu janë diskriminuar ndoshta artistët që nuk kanë pas një lidhje të fortë dhe më shumë kanë fituar ata me një lidhje të fortë. Nga gjitha anët, do të thotë jo vetëm një anë tash për mos mi kritikuar vetëm një palë. Por ata që me të vërtetë e duan filmin, ose me të vërtetë e duan artin, e gjenjë një mënyrë. Unë kam gjetur në mënyrat e mia, normal që nuk jam pasuruar sikur disa të tjerë. Sigurisht jo e kam pas. Sa regjisorët e famshëm që i kanë milionat. Po, ata janë regjisorë në botë, edhe ata e kanë shumë vështirë, se konkurenca është shumë e madhe. Por regjisorët që jemi ne këto, do të thotë si funksionon kjo? Aplikon në agjencinë e filmit, lexohet skenari, juria vendos për skenarin, aprovohet një buxhet dhe realizon film. Do ndalemi pak ma vonë te agjencia e filmit e mënyra se si e ke fituar projektin për filmin Krejt e Thirrjen Nexhën, po dua të jem ende pak te këto fillimet e tua, se si kanë qenë, domethënë në fillimet e tua një djalë i ri me priardhje nga një fshat heroik siç është Slupçani, të vjen në Shkup, studion për film. Sa ka qenë e vështirë adaptimi jot me vendin, me rrethin, me ndryshimi kulturor ndoshta. Po nëse nuk do të kisha qenë nga Slupçani heroik, e nëse nuk do të kisha pasur këtë rrugtimin me aq shumë probleme që për ne për shembull e ke pasur larg kineman, larg e ke pas kryeqytetin, larg fakultetin. Kumanova nuk e di, a ka kinema? Asnjë qytet në Maqedoni nuk ka kinema përveç Shkupit, për një kinema moderne siç është Cineplex, kështu që i gjithë shteti vuan për film. Ai rrugtimi i vështirë dhe më ka mundsuar që mos të dorëzohem unë dhe ta ndjej ëndrrën time. Dhe ndoshta po të kisha qenë këtu në Shkup i rritur, komoditeti që gjithçka kam afër, ndoshta nuk do të ishe kaq këmbgulës për nuk besoj. Realizuar. Por ajo rrugtimi i vështirë nga fshati për të ardhur këtu, pastaj kam kaluar gjitha paradikimet që më janë dhënë. Po. Edhe në për shembull në atë periudhë shumë është biseduar kjo tema se ti nga fshati e nga qyteti. Nuk e kam pasur në Shkup, në Kumanov më shumë është, po, në Kumanov më shumë e theksuar. Do të thotë janë nga fshati, nëse nuk mund ta arrish ta të bësh diçka. Parashqimet kanë qenë. Ndoshta me një periudhë më hershëm ka qenë e vështirë për një njerëz që jeton në fshat për të arritur sukses. Por sot unë edhe sot jam kthyer në fshat. Pasi jam në qytet, do të thotë jam kthyer në fshat. Te more këto vendim të rikthesh për si. Pak më do të thotë kushtet për të jetuar shumë më mirë, një ajër shumë më i pastër. A të motivojnë ndoshta filmi? Sigurisht që jo, filmi nuk është që më ka motivuar. Unë jam motivuar nga historiat e fshatit për ta bërë filmin. Por jeta më e mirë më duket për momente në fshat, duke më distancuar nga gjithë ky kaos që e kemi në qytet, do të thotë edhe në Kumanov edhe në Shkup, por të jemi të realt, Kumanova nuk po më ofron diçka më tepër që nuk është në Slupçan për shembull. Për mua më vazhdon të jetë e njëjtë. Nëse dal të eci rrugët e Kumanovës, unë më shumë shoh gjeneratën e moshuar se gjeneratën e re. Unë nuk e di më ku janë të rinjt, do të thotë nuk i shoh ku mblidhen, nuk ndodh një ngjarje kulturore, nuk ndodh, për shembull, më shumë kemi aktivitete kulturore ndonjëherë kur i realizojmë edhe në fshat, sesa në qytet. Shkupi në Shkup duhet të kemi vazhdimisht ngjarje kulturore, gjallëri, lëvizje, por fatkeqësisht tek ne ndodh një teatri Kumanov, teatri Shkup, nëse i marrëm teatri shfaqje, ndodhin 2-3 shfaqje, por edhe ata janë shfaqje me një premier, 2-3 repriza dhe interesi i publikut pastaj së gjeneratës së re është shumë e vogël. Dhe prandaj unë jam kthyer në fshat, sigurisht do të vazhdoj prapë të vij edhe në Shkup të punoj dhe të vendos. Si ndryshojmë këtë interesin e rinis? Çfarë duhet bëjmë që ndoshta është shumë e dëshpëruar rinia nga gjithçka që ka ndodhur të vitet e fundit. Dhe shpirti i rinisë kështu është tepër i dëshpëruar dhe nuk e shohin të ardhmen tek ne. Nuk e shoh as unë vet, do të thotë edhe pse kam qenë këmbgulës më herët, tash nuk e di sa më këmbgulës të vazhdoj të pres diçka nga vendi këtu. Nuk është që
do japim një mesazh pesimist që duhet ta duam vendin, po dhe vendi duhet të na duajë ne. Ne vetë na afroj kushte që ne Ne duhet ta ndjejmë si vendin tonë dhe duhet çdo ta marrim një vlerësim nga ky vend. Ne jemi të dëshpëruar total nga klasa, mos të themi vetëm politike, por edhe në gjitha vendet tjera, do të thotë kush na përfaqëson, kush na prezanton. E shohim se shumë lehtë dikush arrit pasurinë brenda një viti përderisa të tjerët, siç na kanë mësuar, duhet të shkollohemi, duhet të sakrifikohemi për të marrë, për ta pasur një punë, një jetë të mirë. Dhe e dim se ky rrugtimi për njerëzit e drejtë është shumë i vështirë dhe prapë mbetet me një nivel shumë normal për dallim prej dikujt tjetër që i gjen këto rrugët të shkurtra dhe na tejkalon. Do thotë pa e dëshmuar veten na tejkalojnë dhe pastaj lakmia, arsyeja që po ikin njerëzit jashtë shkon, ndoshta vetëm kjo lakmia pse atje kanë jetën më të mirë. Ndoshta e kanë më të sigurt, do besoj që e kanë. Është edhe çështja e sistemit, rregullave, se nuk se tani po shohim një tjetër trend të ikjes së të rinjve, domethënë përpara kanë ikur kryesisht njerëzit të cilët nuk kanë pasur punë, e kanë pas me patjetër, tani ke të ri që i kanë kushtet krejt okej, këtu kanë shtëpia, kanë punë krejt, por dalin jashtë vetëm për të pasur një jetë, siç e the, ndoshta më të sigurt, sistemi tjetër i funksionimit i bën që ata të dalin. Mendoj, do të thotë është vetëm një sistemi. Se sa jemi ne të sigurt me ta marrë me shëndetësinë. Sa jemi të sigurt të ta dorëzojmë trupin tonë, shëndetin tonë tek shëndetësia këtu. Sa jemi të sigurt tek policia. Sa jemi të sigurt edhe të plot punë tjera dhe të teme tjera, sektorit tjera. Rinia që janë, unë për shembull, ta marrim një realitet, unë jam gjenerata, ndoshta nga gjenerata e parë e regjisorëve që kam studiuar filmin, sepse më herët ka qenë e pamundur një shqiptar të studiojë regji filmi, se këto profesione kanë qenë jo të ndaluara, por nuk kanë qenë të hapura lehtë. Po, E lehtë të fitojnë një projekt. Pranuar, po. Dhe tash jemi viti 2025 dhe duhet të kthehemi sa gjenerata regjisorëve janë krijuar. Neve na mungon një brez i regjisorëve të rinj. Nuk e kanë pasur më vështirë se unë për të realizuar film, por e kanë pasur më vështirë se unë për të dëshmuar ata se duhet të bëjnë film. Sepse vendin e tyre ka zënë tjetër kush. Për shembull, si mund regjisorët, neve na mungon gjenerata e brezit të ri të regjisorëve. Na mungon gjenerata e brezit të ri të skenaristëve. E kemi skenaristin, ko-skenaristi i filmit tim, Artin Selmani, një fakt që mund ta përmendi. Artin Selmani është nga të vetmit i diplomuar si skenarist i filmit. Edhe Artin Selmani është pa punë. Do të thotë është dashur gjitha teatrot janë, ose po, realisht teatrot bën një vend pune. Vend pune, po. Janë bërë vend pune për shumë profesione të ndryshme. Po jo për çfarë kemi nevojë. Do të kur e ke një regjisor, e ke një skenarist, e ke një muzikant, e ke një piktor. E ke të mirë, kualitativ dhe do të thotë duhet sa më shpejt të hapen vendet e punës. Si ta mbash. Dhe ai të inspiron gjeneratën tjetër. Dhe gjenerata e re e regjisorëve nuk e shohin vetën se mund ndonjëherë të aplikojnë dhe nuk e din a do të mbështeten. Sepse kur e sheh pastaj në rezultat ka dalur, ka fituar film ndonjë jo regjisor që nuk e ka dëshmuar, as nuk e ka profesion regjin. Dhe normal se kjo është një humbje shumë e madhe, për nëse mendojmë si një brez i regjisorëve ose i skenaristëve, se me një projekt që e fiton dikush që nuk e ka pasion filmin ose nuk e ka profesion, ai ndoshta si individ fiton, mund të fitojnë edhe 5 veta, 10 veta, po e humbim komplet një gjeneratë tjetër të artistëve të rinj. Që janë shumë e rëndësishme për shoqërinë tonë, se me kjo ndodhet pothuajse në gjitha sektoret, besoj, sidomos tek arti, besoj situata është e ngjashme, jo vetëm me regjisorët, po besoj është edhe me sola këngëtarët, edhe me artistët, edhe me gjithë, besoj është këtë pjesë, unë do të thotë çdo herë kam qenë fokusuar te filmi dhe kam pasur si mision filmin tek ne në Maqedoni sa më shumë ta promovojmë dhe gjeneratën e re. Unë jo rastësisht në filmin tim kam insistuar gjenerata e re me të punashme. Po, do të thotë të gabojmë, janë gjenerata e re, se ne jemi ata që duhet të tërheqim edhe gjeneratën tjetër që janë të ardhur, të vazhdojmë të prodhojmë film, se ne meritojmë, do të thotë me fitu projekt, na takon neve dhe duke prodhu film, ne krijojmë vendet punës. Do thotë një film metrazh i gjatë i punson minimum 70 persona në film. Imagjinoti nëse fitohen 4 filma të metrazhit të gjatë brenda vitit.
Do thot ne kemi vazhdimisht një ekip të madhe të punëtorëve që janë të punësuar në atë film. Pastaj zhvillohen edhe aktorët më shumë, edhe regjisori më shumë, dhe kjo është një mundësi e mirë edhe e punës, por edhe e promovimit. Se e dim se filmi, hajde siç thuhet, është ambasador shumë i mirë i kulturës tonë, i shoqërisë tonë. Dhe përmes filmit realisht shumë ka komunikim pastaj publiku, ku i hedhim ne në film edhe problemet e tona, edhe të mirat e tona, dhe një komunikim, një kritikë e mirë, kështu se kritika mes televizioneve, debateve televizive na kanë bërë dhe janë bërë shumë normale. Janë bërë si seriale turke ku vetëm kritikohen dhe shahen, ofendohen dhe në fund nuk mirret asgjë serioze. Fatkeqësisht. E theksove projektet, domethënë që punoni për të fituar projektet. Ti ke aplikuar disa herë je edhe refuzuar, ke pasur domethënë edhe para krejt e tjerë në regjon një projekt së filmi, na ke treguar që ke marrë pikë maksimale negative. Po, jam i vetmi regjisor në Maqedoni që jam i votuar me -170 pikë. Për skenarin më të keq të mundshëm të shkruar ndonjëherë, dhe kam qenë shumë i ri. Se për ka qenë aq i keq ai skenar? Nuk do të thot kritika i personit që e njoh, po nuk është me rëndësi t'ja përmendim emrin, ka qenë vetëm nga një lexues i skenarit, jo nga të tjerët. Të tjerët më kanë votuar me 70 pikë, 75 pikë. Është shumë normale kur shkruhet se ky skenar nuk e plotson kushtet, këtij skenarit i mungon një personazh, është shumë normale, se nuk kemi ne gjeni të shkruajmë skenaret më të mirë. Ne jemi pioner të filmit, që sapo kemi filluar të realizojmë filma. Por personi që e ka shkruar këtë kritikën, kjo është ajo sistemi shkatrues që shkatron artistin e ri. Sado që do të kishte qenë ndër skenaret më të dobët, minusi nuk ekziston. Do thotë janë 10. Ku e pas atë minusin e? Ndoshta ka qenë për demoralizim, për të dorëzuar unë nga kjo punë, dhe realisht, sigurisht unë jam ndjesh shumë keq për shkak të shkrimit që ka pasur, e din tek ne kur duan ta shkatrojnë. Edhe të ka denigruar. Po, do të thotë edhe vazhdimisht shkruajnë ose thuan se je antikombëtar, ose thuan se je antifetar, ose këto janë ata shkrimet që duan ta shkatrojnë një person që don të bën diçka. Do thotë jo vetëm në art, por edhe në politikë. Shkrimi i parë do të thotë ky njeri është i financuar nga armët shëtan, ky njeri është antifetar, ky njeri është, si mundet një djalë i gjeneratës të re të jetë me aq vizion për të bërë asaj. Sa ka background kështu. Por e kam parë se nuk ka qenë i sinqert, pastaj. Por kjo ka ndikuar tek puna jote, pasi ti ka ndikuar vonimi për të fituar një projekt. Ti ke kam gull përsëri. E ka ardhur në një projekt shumë më të mirë. Pastaj lindi ky projekti tjetër Regja dhe vazhduam të aplikuam përsëri, edhe konkursin e parë prapë rrotësuam. Janë normal kur nuk pranohesh, do thotë nuk duhet ta marrim çella regjisor të ri, nuk duhet ta marrim asnjëherë refuzimin se diçka se skenari yt nuk është i mirë. Ka shumë varet lexuesit çfarë qëllime kanë. Varet atë vit agjencia e filmit çfarë kriterje ka vendosur. Për shembull, ka ndonjë vit vendosin këtë vit të bën tema ku promovohen temat e grave. Një vit tjetër të promovohet paq. Një vit, dhe tash qëllon varet ti çfarë skenari ke shkruar. Se nëse do ta kisha shkruar atë periudhë një film për Batmanin dhe Supermanin, sigurisht që nuk i kishe marrë pikat e duhura. Por ekziston vlerësimi prapë. I merr pikat që një skenar i mirë, që duhet të përmirësohet për të i plotësuar kushtet tjera. Por këta shkrimet për ta shkatruar një gjeneratë të re, kështu e kanë shkatruar gjeneratat e reja, dhe një numër i madh regjisorëve kanë frikë pastaj të përballen ose të aplikojnë ose të konkurrojnë. Por këtyre shembull, sigurisht se mos mendo se ne jetojmë lirë, edhe unë kam marrë shumë SMS të kota kështu, mos apliko se do të aplikoj unë. Të vjen për shembull, unë këtë vit kam aplikuar, mos apliko ti. Do thotë nuk janë kërcënime këta për mos me dalë në këtë viktimën që dalin çdo ditë artistët, por janë pengesa të kota. Po për shkak se nuk besojmë në një sistem të sigurt që kushton që të aplikon le të fiton më i miri, pastaj ndodhin këto keqkuptimet, ndodhin këto frustrimet. Ne jemi pak regjisorë që duhet me pas frikën njëri tjetrit mos me apliku. Përkundrazi, duhet ta përkrahni, betoj shumë ma shumë njeri punani bashkë, ndoshta
trajtoni tema Edhe pse më herët kemi tentu me bën një çfarë shoqat ose shoqëri të të regjisorit. regjisorëve, e shoh se menjëherë shumë lehtë prishen se shumë lehtë korruptohen. Dhe mjafton njërin t'ia gjen një vend pune që të largohet nga grupa. Do thotë misioni mungon. Edhe interesi personal lën shumë më i madh se sa interesi pak më shoqëror, më ekipor. Atë misioni nuk ka munguar, pasi ke qenë këmbgulës edhe projekti për të cilin po flasin të gjithë dhe që ka rezultuar të jetë një nga ndoshta projektet më të suksesshme filmike të kinematografisë së vendit, është pikërisht filmi Kryet e Thirin Dërexhan, edhe pse si projekt ka filluar të punohet shumë vite më përpara, pastaj ka pasur disa vite ndërprerje dhe për të dalë në dritë pikërisht gjatë janarit të këtij viti. Në kohën më të ftohtë. Por ti me filmin zolle besoj ngrohtësi tek zemrat e gjithë atyre që patën mundësi ta shohin, pasi me filmin a mund të themi që ke thyer ndonjë rekord, pasi besoj nuk ka ndodhur ndonjëherë aq sa unë ndjek, domethënë filmat kur bëhen premiera në kinema, edhe filmave ndërkombëtar botror, premiera një sallë, edhe ajo a mbushet a nuk mbushet është me pikë pyetje. Dhe në këtë rast ka qenë plot 5 salla, gjitha biletat të shitura. Domethënë ti ishe çdo ditë u hap salla e parë, u shitën bileta, dita tjetër u hap salla e dytë, shiten bileta. Domethënë dhe ne që ishim si publik habiteshim se çfarë po ndodh, si është e mundur kjo. Po, edhe unë e kam kuptuar se është ky rekord. Unë kineman e kam përcjell vazhdimisht filmat. Është vërtet një premier kur bëhet, zakonisht bëhet me ftesa. Më shumë me qenë film shqiptar në Shkup në Cineplex, dhe për shkak se promovimi nuk bëhet, i mungon total promovimi në gjuhën shqipe nuk bëhet. Unë kam pasur edhe problemin që ta shfaqje posterin në gjuhën shqipe. Dhe në fund arritëm që ta bëjmë në gjuhën, do thotë në anglisht, jo në shqip. Duke unë çfarë shikoj filmin si target edhe biznes, jo si politik. Dhe kjo ishte ideja që filmi fundit le të jetë edhe në 2 postera edhe në maqedonisht edhe në shqip për shkak targetit publikut, se ndryshe vjen publiku shqiptar kur është një titull në gjuhë shqipe. Po kur e ndoshta pas ka qenë më mirë pakti që ka qenë edhe në anglisht. po sigur, po e vërtet, por edhe në gjuhë shqipe do të kishte qenë edhe më mirë, Edhe më mirë, po. sepse filmi flet shqip. Por sidoqoftë unë nuk jam mësuar dhe shoh si ka munguar dhe Cineplexit nuk e ka pasur shumë të qartë këtë marketingun, se populli jon ndryshe Bindet për ta shikuar do një thotë nuk është se populli jon në Instagram po vendosin një poster dhe do të vjen. dhe priteni premierë. Unë gjatë tërë kohës kam bërë promovim. Hapa TikTokun, Instagramin, Facebookun, pastaj humorin që e kam promovuar filmin, i kanë nxit pak më shumë publikun ton. Pastaj kam shfatur edhe klipet, Sekuenca gjatë xhirimeve, klipet që nuk janë në film. po. Do thotë sepse të ditë se si tërheq publikun ton. Dhe realisht ai ka rezultatu pa natën e premierës, që asnjë film tjetër nuk i ka pasur 5 salla. Nuk e kam pritur unë si do të mbyshen 5 salla, po e mendova, imagjino po të kishim qenë në muajin qershor, ku do të vinë të gjithë nga gurbeti, dhe ashtu si mblidhen këtu për të bërë dasma të mëdha, ashtu t'i ftosh në premiera, ishte të jenë një rend shumë salla. Filmi ka zgjatur gati një muaj e disa ditë në repertor, që ka qenë një sukses shumë i madh. Gjatë vikendeve më shumë shikuar, për shkak se njerëzit nuk kanë qenë në punë. Thjesht më ka bën të lumtur që filmi shqiptar u shiku. Do të thotë nuk më ka Ajo ka qenë arritja më e madhe. Unë kam harruar që është filmi im, ose edhe unë u bëra publik duke shikuar filmin, se po ec filmi. Kjo e tregoj, do thotë, e dëshmoj se ne kemi film shqiptar, kemi publik, se zakonisht publika kritikohet tek ne. Nëse tankon sillemi në këtë debatë. Dëshmia se vin publiku, vetëm duhet ta dish dhe duke pas parasysh ku biletat e Cineplexit janë shumë më të shenjta sa një bilet për të shkuar në teatr ose me një sallë të improvisuar për të shfaqur film. Publiku Kumanov, Gostivar, Strug, shumë më shtrejt e kanë dhe më larg për të ardhur për ta shikuar një film, po unë shpresoj nga muaji maj ndoshta do ta dërgojmë filmin në shtëpitë e kulturës
nëpër qytete tjera dhe i di se do të mbushen plot, sepse vazhdimisht më shkruajnë. Dhe jo vetëm këta tek ne, më shkruajnë edhe shqiptarët që janë në diasporë. Dhe Ke menduar ndoshta të bësh një promovim edhe jashtë shtetit? Ja tani Po. po shohim që ka shumë filma shqiptar të cilët po bëjnë promovimin e filmit nëpër shtetet gjithkund ku ka shqiptar, siç është Zvicra, Gjermania, edhe Amerika bile. Do të thotë jemi vetëm në bisedime për disa qytete nëpër Evropë. Arsyeja se për shembull në Zvicër e kishim planin për ta dërguar, por për shkak se aplikimin në disa festivale që kemi, edhe festivalet e kërkojnë ekskluziv të jetë premiera tek ta dhe mos të shfaqet nëpër qytete, ne duhet të presim tash t'i kalojmë edhe festivalet dhe pastaj ta shfaqim në kinema. Po Pasi më ka filluar rrugtimin rrugtimin edhe në festivalit. festival. Do të thotë me 26 mars e kemi në Bari Itali, një festival shumë i rëndësishëm në Itali, dhe aty do të shfaqet filmi ku ka një numër shumë të madh të shikueshmërisë. Shpresoj që tash do të jetë një eksperiencë interesante, tash si do të reagojë publiku italian, edhe ta shohim, nuk e di. Po besoj realitet i ngjajshëm duhet të jetë atje. E diskutuam me disa kolegë që jetojnë atje dhe ata do të thotë disa që e kanë parë filmin, do të thotë është gjuhë univerzale filmi, kuptohet dhimbja në film, do të thotë kuptohet një problem i ngjajshëm. Po për mua do të jetë interesant reagimi i tyre ku do të jetë, në cilat skena do të jetë. Se për shembull publiku në Shkup, Tiranë dhe Prishtinë secili ka pasur Ka reaguar ndryshe. Për shembull në Shkup besoj kanë reaguar më shumë tek humori. Unë tash reagimet më të befasues për mua kanë qenë reagimet në Tiranë. Për shkak se ku reagon te publiku? Po gjithmonë gati në gjitha skenat. Unë kur u mba nata e premierës atje, shkova me shumë stres se dialekti jo nuk kisha idenë si do ta kuptojnë dhe aty duket interesant. Dhe hira me atë frikën se do të dal nga kinemaja. Por mbeta do të thotë deri në fund se kanë reaguar në çdo skenë. Edhe kanë qenë shumë të sinqertë, shumë të lumtur do të thotë me filmin, fjalë shumë të mira për filmin, kanë vazhduar të shkruajnë shkrime në rrjetet sociale. Kështu që Tirana, publiku në Tiranë më ka befasuar më shumë. Po Prishtina? Edhe Prishtina ka qenë shumë e veçantë. Do të thotë edhe Prishtina, edhe në Shkup ka qenë edhe në Shkup edhe në Prishtinë e kam pritur pak, por në Tiranë nuk e kam pritur as pak dhe kjo ndoshta më ka bërë të befasohem me publikun në Tiranë. Po. Flasim pak për ata që ndoshta nuk e kanë parë ende filmin Krejt e Thirrjen në Regjën, flet për një realitet të hidhur të vendit tonë në përgjithësi, i ke gërgjetuar aq mirë, domethënë në film gjitha, domethënë elementet e jetës edhe realitetit që po na rrethon, i ke përshkruar më saktë pasojat e migrimit në vendin tonë, edhe se si domethënë ato kanë ndikuar, se si kanë bërë domethënë që një fshat i tërë të ngelet pa patri në këtë rast, dhe është çdo herë aty një Rexho. Rexho në fakt, siç ke thënë edhe ti, është personazh që ekziston, është në mes nesh dhe çdo kund e kemi nga një Rexho apo një njeri që i bën gjitha punët edhe pse nuk është profesionist. Po gjithë e thrasin pasi nuk ka mjeshtër që do ta bëj ujin, nuk ka mjeshtër që nuk e di, janë skenat paraqitura interesante dhe pastaj historitë me të cilat ballafaqohet Rexha janë po ashtu interesante, po edhe dëmshme njëkohësisht pasi është pasqyruar realiteti i hidhur fatkeqësisht në vendin tonë. Që pastaj i bën tric edhe të arsyejnë pse duan domethënë të largohen. Edhe nëse ti don të punosh, je punëtore, don vendin, e don punën, të vinë këto rrethanat, situatat që ty të çojnë të mendosh të largohesh. E sqarove mirë filmin, s'di çka më thon. Do tani ka qenë rikuese e mirë në këtë rast. Shumë mirë e tregove, do të thotë nëse çka duna me shu diçka. Kjo në realiteti, unë nëse ka marrë përmes një punëtori të tregon ngjarjen, ka qenë pikërisht se ky punëtori më ka inspiruar se ka qenë i vetmi që e kam parë më të lumtur në fshat. Edhe kur e kam pyetur a don të ikësh nga vendi, ka thonë jo. Jam i lumtur me këtë punë se sigurisht shumica e punëtorëve të tjerë kanë shkuar dhe puna e kanë. Por nuk ka punë në këtë rast. Dhe e kam kuptuar përmes tij se sa më pak kërkon
Ai është i kënaqur me aq punë që ka. Ne nuk po ngopemi sado punë që kemi. Prapë vazhdon diçka, kemi diçka më shumë. Ndoshta ka ndikuar kjo punë e rrjeteve sociale që po na bën jetën e të tjerëve më të lumtur se jetën tonë. Po na paraqitet. Dhe ne përmes Vërtet. atij monitorit i shohim se të tjerët janë më të lumtur se ne. Kjo është filmi i dytë që do ta bëjnë se e kemi fituar, do të thotë tjerët përmes po. Do të thotë shohim në çdo herë mirën në realitet çka na ngacmon dhe edhe çka më pengon. Se edhe unë jetoj këtë realitet, do të thotë nuk jam këtu të tregoj se si nuk duhet të veprojmë. Edhe unë jam po në të njëjtën rrugë të problemit, të depresionit, të gjithë kësaj këtyre problemeve që na ndodhen në vendin tonë. Regja në jetën reale do të për mua ka qenë një model se si duhet të jemi më të lumtur me jetën. Po për fat keq ne pra vazhdojmë të kemi këto kërkesat më të mëdha dhe të kërkojmë diçka më tepër sa duhet, ndoshta pse ajo elementarja na mungon, ndoshta pse ai vlerësimi na mungon. Ti, a je i lumtur? Them drejtën, kam filluar të jem më i lumtur se sa në të kaluarën, sepse po e kuptoj se mjafton me aq, për shembull, jam i lumtur në filmin tim dhe nuk du të lejoj dikush që më tregon mos jam i lumtur. Se më herët ke prodhuar dhe je dashur të pritësh një përgjigje ose aprovime nga një grup i madh i njerëzve, profesorëve, kolegëve, se jo nuk e ke mirë. Unë jam i lumtur që kam arritur të realizoj filmin. Unë jam i lumtur me jetën që e kam dhe duhet ta ndryshojmë këtë mentalitetin që mos jemi ose të kritikohemi shumë, se ne vazhdimisht po kritikohemi. Vendos një foto në Facebook ose një mendim jap në Facebook, patjetër ekziston dikush tjetër do ta po komentoj patjetër, sigur e ka me patjetër ta jep atë koment. edhe ose të këshilloj. Këshillat i kemi shumë diçka sikur primare në jetë mi dhon këshilla njerëzve. Mua Pa ta kërkuar dikush. po asnjëherë nuk i kërkojmë. Vazhdimisht do të thotë na japin këshilla. Unë prandaj edhe kam ndaluar njerëzit të më japin këshilla, sidomos kolegët artistë për filmin. Se unë i kam marrë mësimin nga filmi. Është më mirë të gjithë të provojmë të bëjmë film që ta shohim se si të mësohemi. Dhe si cili në profesionin e vet duhet vetë ta provoj. Publiku nëse ka pëlqyer filmi, për mua e kam kryer misionin tim që kam dashur ta realizoj. Më herët unë s'kam ditë të kënaqem me punën time për shkak këtyre kritikave dhe analizave dhe Ndoshta i ke marrë më për shiko çfarë tek ne filmi im i parë për shembull detyrojnë ta krahasosh me filmin e parë të Steven Spielberg që e ka realizuar në Hollywood, më kupton? Tash ne duhet ta dimë në çfarë realiteti jetojmë. Po. Unë prapë them, jam i E lumtur. do ta kishe krahasuar filmin tënd, për shembull. Me vetveten po. Me filmat e mi që Me kam bërë. filmat që janë për momentin të regjisorëve shqiptar poezëm. Nuk mundem për shkak se secili e kemi një stil të ndryshëm. Dhe të gjithë filmat që janë nga kolegët e mi, që disa prej tyre kanë qenë edhe në festivale shumë të rëndësishme, nuk janë filma që unë i dua për vete. Unë i pëlqej ata si filma, por nuk janë që unë dua të realizoj. E këtu kur jemi tash që tha, nuk janë filma që i dua për vete, si e përshkruan stilin tënd? Cili është stili jot regjisorial? Si stil mendoj se është akoma herët ta definoj, sepse në këtë film unë kam Ka ndikuar ndoshta dikush tek. Po shive, do të thotë gjitha filmat që kam realizuar të metrażh të shkurt deri tek Regja kanë qenë filma që e shoh veten se unë nuk i trajtoj në formë shumë serioze për ta bërë publikun të vuaj. Unë i vendosi temat në film, kam dëshirë pak të trajtoj me satirë, kam dëshirë pak të vëj humor. Definohet ky filmi i Regjës është Është komedi e zezë, ndoshta më mirë, se sa vetëm komedi e pastër kështu më. Edhe film që jam munduar të jetë sa më realist. Edhe dialogu për shembull nuk është dialog filozofik, nuk është dialog me një fjalë ti thon disa fjalë të mençura dhe ta këshilloj publikun se si jetohet. Jo, do të thotë personazhet të filmit Regja, për shembull Hira dhe Regja flasin bisedën e një burrë dhe një gruaje në jetën e përditshme kështu. Dhe aktrimi i tyre ka qenë shumë bindës, jo vetëm i Hirës dhe Regjës, kam insistuar tek gjithë aktorët të trajtojmë atë formë. Dhe filmat e mi zakonisht kanë pak dinamik më shumë, që unë e dua të kam dinamik në film, kanë muzikë, ndoshta e ke vëre ka shumë. Po, te muzika desha të ndalem, për zgjedhja e muzikës tek filmi ka qenë e veçantë, të komplimentoj për këtë. E ke bërë për zgjedhjen vet? Po, do të thotë gjitha këngët. Ke kap kryesisht edhe artist
Kumanovar, po Po. ke dalë edhe fakt Do jashtë. thotë është grupi nga Kumanova Foleja që Shkojnë në prapa këngëte edhe kur i dëgjoni menjëherë do thotë nuk e Foleja për mua kanë qenë një grup rock që shumë i vlerësoj dhe këngët kur ata i kanë kënduar në atë kohë, vlera e tyre vazhdon të jetë edhe sot. Promovimi nuk është. Se promovohen këngë që nuk kanë as vlerë, as muzikë, as tekst, kurse po ta dëgjosh këngët e Folejës janë me të vërtetë janë Edhe intense, edhe shumë pastaj shumë kënga artistike. kohë e shpëtim. Edhe këngët e Shpëtim Mustafës, po do të thotë me Shpëtimin kemi bashkëpunuar në filma, do të thotë unë edhe disa videos foto e Shpëtimit ja kam realizuar, kështu që më kanë pëlqyer muzika e Shpëtimit. Kemi edhe Edona Në Reshitaj. fund, kush është Edona Reshitaj është që aktore, përmbyll domethënë filmin një kolon zanore. këngë shumë e mirë. Realisht unë kam pasur edhe një numër të madh të muzikës të këngëtarëve të tjerë, por nuk kam arritur të drejtat tima. Për shembull, plot këngëtarë nuk i kanë pasur drejtat e tyre dhe nuk kam arritur të marr drejtat e muzikës. Por unë dua në filmat e mi t'i kem këngët shqip dhe besoj se edhe në filmat e tjerë do të hulumtoj të kërkoj muzikë shqipe, këngë shqip, sepse Përveç filmit promovon edhe po, muzikën. do të thotë filmi e ka të mundësinë ta promovoj edhe muzikën shqipe, lokacionet, vendet e tona, për shembull për herë të parë ndodh me një komunë shqiptare, ndoshta ka edhe filma të tjerë, por në komunën tonë, edhe pse janë realizuar filma të metrazhe të shkurtër, po në komunën e Likovës tash kohës fundit është bërë vend xhirem, ku realizohen Pamje të bukura natyrë. edhe filmi metrazhe të gjatë. Çimfarni. Kjo është xhiru do të thotë Regja, por filmat e mi të shkurtë dhe e di se vazhdon në komunën e Likovës të xhirohen shumë seriale në maqedonisht, seriale shqiptare, ku kjo e ban një vend xhirem dhe është shumë mirë, do të thotë edhe për komunë, se çdo xhirem të ndodh atje mjafton që zhvillohet pak ekonomia e vogël. Edhe promovohet, po edhe artistët, lokacionet paguhen statistët. Kështu besoj që Po si është kjo marrëdhënia jote me artistët, me aktorët? Je kërkues apo si përzgjedh ata apo në këtë rast kanë aktorët kërkesa të veçanta për të bërë pjesë e filmit kur ti i fton për shembull në këtë rast? Edhe ne aq pak filma kemi, edhe aktorët aq pak role kanë saqë Pranojnë me njëherë Jo, kanë nuk ndoshta do të them që pranojnë me njëherë, se zgjedhin edhe aktorët e mençur. ka ndonjë kusht të ma plotësosh këtë? Jo, unë po du të them kështu se aq pak filma kemi dhe role aktorët kanë saqë nuk kemi në atë komoditetin e kërkesave të kushteve. Është e mirë aktorit të plotësohet mundësia një honorar i mirë, sepse mundet një rol tash ta realizon dhe nuk e dim kur vjen mundësia për një rol tjetër. Është mirë kushtet elementare në xhirim t'i ketë dhe është mirë ta ketë një skenar të mirë, një rol të mirë, se shumë aktorë të mirë mund të djegën kur marrin role që nuk përshtaten për ta. Komunikimi me aktorët, unë i dua shumë aktorët e mirë dhe aktorët e thjeshtë. Ja, për shembull, nuk jemi në kategorinë e aktorëve që janë me ndjenjë se nuk kanë pse, pas të regjisorëve se nuk kemi pse, se ne jemi shumë pak dhe nuk kemi kushte për të qenë aq me ndjenjë. Kështu që me aktorët diskutimet janë të më dëgjojnë për vizionin që ai kam, por edhe unë të dëgjoj ata për ata çka duan të japin. Ose edhe ata t'japin ide ndonjë. Aktorët e mirë çdo herë nga puna që do thotë një regjisor si Francis Ford Coppola e thotë ka një thënie shumë të mirë ku thotë një film po ta ketë kamerën e dobët, zërimin e dobët, kuadrin e dobët, po i patë aktorët shumë të mirë e shpëton. Dhe një film po t'i ketë aktorë të dobët dhe gjithë pjesa teknike të jetë briljant, filmi nuk e shpëton prapë. Do thotë aktori i mirë e shpëton edhe një film që nuk është shumë i mirë, sepse aktrimi e bint publikun, e mban publikun për ta shikuar filmin. Dhe unë këtë e kam kuptuar dhe i vlerësoj aktorët, nuk shikoj të trajtoj aktorët sikur diçka pa vlefshme ose diçka se ata s'munden pa mua. Është e vërtetë se vizioni është i regjisorit dhe regjisori mundohet mi mbajt gjithë në harmoni, sikur kamerën, aktrimin, montazhin, gjithçka do të thotë. Por secili prej këtyre duhet ta jap maksimumin e vet. Dhe punën me aktorët ne në prova shumë e zhvillojmë. Tek filmi im për shembull Adriana Matosh, Afrim Munçaj, gjatë tërkohës edhe Adem Karaga, Mirsad Abazi, gjatë tërkohës ne kemi ndryshuar bashkë me aktorët dialogjet. Shumë dialog janë nga ata të improvizuar dhe shumë skena
i kemi mrim bashkarisht do thot duke i punuar. Nuk janë të shkruara vetëm në skenar Nuk ose kështu nga të regjisorët që dojnë strikt vetëm ashtu siç shkruan në skenar. po nuk e di se ka asnjë lloj regjisori që kanë korr sukses ndonjëherë. Në botë njihet një Stanley Kubrick, i cili një film i ka zgjatur 4-5 vite duke realizuar me idea strikt, po ai ka qenë një regjisor vizionar me edhe çdo aktor që ka punuar me të ka pasur shumë probleme në jetë, duke treguar se ka qenë i vështirë. Por modeli gjenerata e re është çmenduri shkosh ta kopjosh një regjisor që ka punuar në atë formë, se ai ka qenë i tillë. Ne duhet të jemi vetvetja, sidomos ditë sodit duhet ta ndryshojmë këtë qasjen e regjisorit diktator, se nuk ekziston regjisori diktator. Nuk ekziston më as shefi diktator, sepse punëtori ta lën punën. Se ka shumë mundësi, ka konkurrencë dhe ajde askush më nuk e përballon dikën që ti tregon se vetëm kështu bën edhe nuk ka zgjidhje. Unë mendoj se ekzistojnë prapë te ajo që mungon fuqia punëtore dhe ti e patjetër ta mbash atë punëtorin si s'ën gjen tjetër. Po. Do të duhet ta luash pastaj shefin e mirë. Kështu që më mirë nga fillimi ti kesh marrëveshjen e mirë. Filmi për mua është një art dhe filmat e mirë kur provon për të bërë art, jo domosdoshmërisht të gjithë filmat janë art, por unë i vlerësoj aktorët dhe vetëm përmes aktorëve nëse i sillesh mirë me ta mund t'ja nxjerrësh më të mirën për t'i shfaqur si personazhe. Prandaj ndoshta të gjithë ata që kanë marrë lavdrata për aktorët e filmit Regja, pikërisht kjo harmonia dhe bashkëpunimi i mirë që kemi pasur me aktorët. Deri tash po mirë mvesh unë me filmat, mirë jam, nuk jam keq, e? Shumë mirë ka. Okej, do të ndalem pak te ajo që e ke bërë edhe ti së fundmi një analizë janë aktuale ndarja e çmimeve Oscar dhe e kishe shkruar një status në Facebook që mua më intrigoi dhe pastaj i hyra, e hulumtova, e lexova edhe unë pikërisht për filmin që e ka fituar, domethënë këtë çmimin për filmin më të mirë Oscar. Domethënë fillimisht do të ndalem pak të mas sqarosh se çfarë nuk kupton, pasi vetë regjisori që e ka fituar pikërisht këtë çmimin e filmit më të mirë, po njëkohësisht edhe për zgjodh dhe regjisori më i mirë. Ka fituar 4 çmime. Po, edhe për rol drejtor edhe për gjithashtu, ai ka folur për vetë rëndësinë e kinemas dhe kinematografisë së pavarur. Çfarë nuk kupton kjo kinematografia e pavarur? E pavarur terme pak më janë kinematografia se në Amerikë ekziston filmi që realizohen me buxhete shumë të mëdha nga studiot që financojnë deri në $200 milion buxhet dhe pastaj duhet t'i nxjerrin ato parë, prandaj bëjnë marketing të madh. Dhe ekziston ky film i pavarur me $3 milion, filmi anora 6 milion e ka pasur. po. Dhe ky regjisorun që dua shumë dhe vlerësoj shumë, e përcjell nga filmat e tij të parë, zakonisht ka pasur minimal buxhetet. Dhe një film të tij e ka të xhiruar me iPhone. Gjithë filmi është i xhiruar me iPhone dhe ka marrë pjesë në MSID në festivalin e Cannes. Regjisor shumë i suksesshëm, por jam në fund arriti ta fitoj Edhe çmimin Oscar, domethënë. dhe ka fituar edhe si editor, do thotë si montazher, si skenarist, regjisor dhe filmi. Regjisor dhe filmi më i mirë Por- dhe këtu pastaj e ke lidhur përsëri me një tjetër shkrim, domethënë që ke thënë se për ta realizuar filmin ata kanë harxhuar $6 milion, po nga ana tjetër për ta promovuar filmin i kanë harxhuar 18 milion. Unë se pash Dhe e ke lidhur këtu marketingun, për Sigurisht. cilin folëm pak më herët që e ke bërë edhe ti Dhe- promovimi. e pash se kanë këtë shkutuar prap. Nuk e njerëz. sonin, po. Nuk e menduar se po flas për Oscars. Unë idenë e kisha si një fakt. Ja, për Pasi një vlerësim i joti ishte, a do të thotë kjo se pa marketing i mirë, një film nuk është i mirë. Po, se për shembull kemi në histori shumë filma të mirë janë zbuluar pas 20 viteve, se nuk janë shfaqur në kohën e dur, në vendin e dur, nuk kanë pasur një marketing. Dhe atë vit për shembull janë zgjedhur filma të tjerë që kanë pasur një marketing të mirë. Pas 20 viteve për shembull ka pas rast se ka parë Spielberg një film shumë të mirë dhe ka thonë ky film që ka shumë i mirë dhe e kanë rikthyer në kinema ose e kanë futur në ato listat në top filmat më të mirë. Kështu që filmat kanë fat ndonjëherë. Për sidomos sot ku prollohen një numër shumë i madh i filmave. Edhe duhet të jetë një marketing ekstrem i madh për të parë se ku je. Ne kemi letë për të promovuar. I vetmi film për shembull këtë vit, filmi Ana tjetër pastaj kishte komente të tipit, a do të thotë kjo që nuk fiton çmimin Oscar filmi më i mirë. gjithçka ishte Po kështu. në E pas se devijoj dhe i lash. Ideja ime ishte
publikun thjesht një fakt unë vetëm e dhash se si funksionon Oscars ose promovimi në Amerikë. Edhe pse ky promovim nuk ishte promovimi i filmit për të shitur bileta, Po për është të buxhet lobuar, për të lobuar. për ta votuar. Dhe ne duhet ta kemi të qartë, nesër një film i Maqedonisë ose i Ballkanit që shkon për të nominuar për Oscar, imagjino sa shteti duhet të financoj vetëm për promovim. Nëse për atë film janë investuar 18 milion dollar, a do të ketë fuqi shteti jon t'i ndaj 10 milion për promovim? Këtu për film nuk ndahen sepse nuk ka kapacitet. Do të thotë ishte vetëm si një fakt, se një publiku i thjesht nuk e din këtë. Si informacion që ti e kishe Unë u dhënë. befastova me disa kolegë, është normale. E qartë normale, por nuk besoj se ne kemi pas qartë se kompanitë e distribuimit investojnë aq shumë për të fituar çmimin Oscar, jo është garë për të vendosur atje lart, jo filmi më i mirë. Të promovohet filmi më i mirë, se pastaj nxjerrin parat. Kthehet filmi, rritën ratingat, është industri filmi atje. Dhe ai model nuk funksionon askund tjetër në botë, jo në Ballkan, do të thotë vetëm në Hollywood. Por thjesht vetëm si kështu njohuri thasha ndaj kur e pash debati Jo, u vendosën këshilla, u vendosën jo. Edhe kjo ishte një ide se po, mirë është që promovohet filmi, për shembull producentët e filmit duhet të ndajnë një buxhet tek ne për ta promovuar filmin. Unë kam edhe shumë idea, kam pasur edhe idea shumë të mira si ta promovoj filmin, por s'kam pasur buxhet. Unë gjithë filmin e kam promovuar nga shtëpia, do të thotë me një kompjuter dhe me ide që kam mund me programe shumë të thjeshta. Ne këtu kthehemi pastaj te kjo fuqia që kanë sot rrjetet sociale, pasi edhe vetë kompania që e përmban dhe e përkrah këtë projektin dhe këtë podcastin që po e realizojmë ne, pikërisht këtë e ka për synim të bëj marketing përmes rrjeteve sociale. Dhe ti këtë ke arritur ta bësh pikërisht me filmin tënd, i ke përdor pikërisht rrjetet sociale dhe fuqinë që ata sot kanë për ta bindur publikun. Më thënë tani duhet edhe vetë bizneset, kompanitë, artistët t'jenë më të vetëdijshëm për realitetin e ri që është krijuar pikërisht nga fuqia që kanë rrjetet sociale sot. Do të thotë absolut është shumë e vërtetë, është kot vendos postera nëpër billboarda, shfaqje në televizion, është e kot. Më shumë marketing mund të bëjnë për filmin një influencer i TikTokut, që me një telefon shumë të thjeshtë del bisedon për filmin, se sa gjithë ky marketingu i madh që mund të bëhet nëpër televizione. Dhe unë e shoh kam ndryshuar, për shembull më herët ne kemi realizuar reklama për kompani të mëdha, sot nuk na japin neve për të realizuar. I marrin influencerat e TikTokut me telefon, Pasi ata kanë ata më shumë. as kualitet nuk kanë në kamerë, as në zërim, por kanë arrit ta kanë audiencën e tyre dhe kompania që është shumë e logjikshme, kompania e një pa marrë parasysh një veture ose çfarë kanë, e din sigurt se ka audiencën dhe mund t'ia sjellë fitimin. Dhe vlerësën. Se sa unë me një kompani të madhe të kamermanëve, montazherëve, T'ja me bësh një ide, propri. do të thotë nuk arritet suksesi. Dhe kjo është një realitet dhe duhet të adaptohemi në këtë realitet. Të fatmirësisht janë në tregun tonë kemi një kompani siç është Rare Grupi që po futet në treg për t'i ofruar pikërisht këto shërbime kompanive, bizneseve, gjithë atyre që duan domethënë të rriten përmes Realisht imagjini jemi shumë vonë. shumë vonë, pasi në Shqipëri dhe Kosovë është tjetër Kosova për shembull është në nivel shumë të madh të promovimit dhe drejt për drejt do të thotë arrit të ta promovoj shumë mirë bizneset atje, edhe filmat, edhe gjithçka do të thotë që ka për marketing, tek ne akoma vendosen në këtë metodën e vjetër tradicionale që nuk funksionon. Dhe nuk ka ndikim do të thotë tek publiku pastaj. Prandaj ndoshta edhe kinemaja tek ne është shumë e varfër, sepse janë shumë të kufizuar. Po nuk i kemi kuptuar ende se si funksionojnë. Ende nuk po ja u dim tamam rëndësinë dhe vlerën që kanë pikërisht e fuqinë që kanë sot. Ndoshta pse edhe kanë frikë të marrin hapin e madh. Nuk e kanë informacionin e duhur. Ose nuk kanë guxim se të rrezikojnë. Një kompani e parë të thojë hajde të vendosun tash të promovojnë përmes një influencer ose një TikTok ose një Instagram account që është, por besoj se të ndryshoj veç më kjo mendësia. Besoj, unë besoj të gjenerata e re, gjenerata e vjetër është shumë. Ne kemi disa probleme kemi edhe me sponsor, për shembull, sa çfarëdo
filmi të bësh ose realizim nëse shkon bisedon me sponsorët të ofrojnë çmime të sharake që nuk e kuptojnë ndikimin e artistit që e sjell te kompania e tyre. Okej. Tani nga filmi do të shkojmë komplet në një tjetër sferë, aty ku ti më së paku ke dëshirë të flasësh, flasim pak për ty, për jetën tënde private, do të kthej pak shkurt në fëmijërinë tënde, të ma përshkruash pak se si ka qenë domethënë fëmia e ri e jote dhe a ka ndonjë gjë që e mban mend për të mirë apo ndonjë gjë që e mban mend si rast i hidhur që lidhet me fëmijërinë tënde? Unë kam harru, S'to nuk të vaj mend. Po jo, nuk e di, na jemi gjenerat interesant kështu në që e mbaj veten mend gjatë tërë kohës mbyllur në shtëpi duke shikuar filma. Tash periudha ime ka qenë filmat kanë qenë VHS videokaseta, pastaj erdhën në CD, deri gjej te ato videotekat që po ka ekzistojnë pasur në Kumanov videotek, pastaj familjarët që kanë qenë jashtë kanë sjell, dhe shumica e filmave kanë qenë të sinkronizuar në gjuhën, për shembull mbaj mend Titanicun, një film që e kemi rishikuar vazhdimisht në shtëpi, ka qenë me 2 kaseta dhe në gjuhën gjermane. Dhe gjithë dialogun e pa të mësuar në gjuhën gjermane. Vonë e kam kuptuar që flasin qenë anglisht. anglisht. Videokasetat kanë qenë ndoshta pak më shtrenjtë dhe më pak të filma që janë sjellë në videokasetë. Pastaj sa i trendi e merrsh një e kthen. To DVD që pa të ndalë, ka qenë vetëm atë periudhë mbaj mend se një periudhë shumë të mirë që vazhdimisht kemi ndruar filma, kemi shikuar filma, të shikosh filma në atë kohë ka qenë më e mirë se sot, ndoshta pse më të ri, por edhe nuk kemi pasur shumë informata për botën jashtë. Do thotë bota ka qenë në film. Sot edhe ne po ecim, po e shohim botën, rrjetet sociale i kanë hapur dyert për gjithçka të shikosh në botë, dhe sot më problem të ta ndjesh filmin ashtu si duhet. Unë kur i rishikoj disa filma që më kanë pëlqyer në fëmijëri, shoh se kanë qenë shumë dobë, po për neve kanë qenë interesante ato filma. Dhe nëse kanë qenë momente të tjera të lumtura normal me shoqërinë që kemi dalur, kemi pas aktivitete pak më shumë jashtë, për shembull, për dallim prej Nga fëmijët sot. nuk e di si funksionojnë fëmijët sot, po më duket e di se gjithçka e kanë në telefon, edhe sportin, edhe luftrat, se ne kemi luftrat e tona Kemi bërë fizike drejt për drejt, jo kështu përmes telefonit. Këta përmes telefonit janë edhe më të për prandaj edhe ofendohen më lehtë, se e di se gjenerata e ri shumë lehtë ofendohen, nuk e kanë problem, nuk kanë as pak kujdes në fjalor. Ne kemi pasur kujdes se ke mund pastaj të pësosh nga një ofendim ose një kritik. Se realisht edhe rrjetet sociale kur erdhën në fillim, nëse një koment të keq ja ke shkruar dikujt ose Po, merresh shumë seriozisht. shumë serioze kanë qenë dhe problem i madh. Sot është bërë gjithçka e thjeshtë dhe prandaj sot nuk mirret sot do të mësohemi si mos të mirremi personale asgjë që na ndodh në rrjet social. Sado që dikush të ofendon ose të këshillon, për dallim prej periudhës kur kemi qenë. Po gjatë kësaj periudhe që ti punon, se punon shumë, ka një person që të përkrah dhe është çdo herë pranë teje? Unë kam person, nëse don të futemi në lidhjen, sigurisht unë e kam të dashurën time që vazhdimisht më përkrah, ne përshëndesim shumë Fjollën, e cila do të thotë e di se e kam lodh shumë se duke thonë besom edhe pak se do ta kryej këtë punë. Mbaroj edhe pak, a? Fjolla shumë përkrah, do të thotë edhe më ndihmon shumë. Unë realisht në këtë promovimin e filmit vazhdimisht ajo ka qenë organizatorja e këtyre video promovimeve, xhirimeve që i ka bërë, se unë kam qenë i humbur në ato momente dhe nuk kam ditur se nuk kam pas ide sa duna të bëj fotografi ose video. Gjithçka ka qenë Fjolla e angazhuar. Edhe gjatë kohës që ne filluam domethënë ta realizojmë këtë podcast, Fjolla mua më ka shkruar një mesazh. Tash. Po. Dhe nuk e di, a do të lexoj ti, a ta lexoj jo? A duhet me lexu? Po. Sprita se ka shumë marrë duraki. Dëshiron të lexoj? Është pak i gjatë, po besoj ka shkruar gjëra të bukura. Hajde, okay. Okej. Hajde. Atëherë kështu, kjo është më shumë siklet për mu, por për ty
shumë këtë herë, por gjithsesi u desht me sy akullin. E dim se jemi të rezervuar kur bëhet fjalë për raportin ton dhe gjërat që i ndajmë me njerëzit, por sot do të ndaj diçka që askush nuk e di. Po bëj shaka, po thot çliroj. E di se sa i rëndësishëm është profesioni yt për ty dhe në vend që të flas për ne, do të mundohem të reflektoj nëpërmjet tij në raportin ton. Jam shumë mirënjohëse që jeta më ka taku me një person i cili nëpërmjet dashurisë, njohurive dhe pasionit ndaj filmit më ka detyru edhe mu të mësoj për magjinë e storjes, magjinë e kuadrit, të ngjyrave, muzikës, montazhit dhe jetës. Bisedat e tona të gjata për film, sugjerimet e tua, ndonjëherë të lotshme, por të pa domosdoshmërisht ndonjëherë ndonjë film apo edhe kritik që i ke kërku më kanë bërë që të hap mendjen në tjera dimensione. Duke e pas si shikuese edhe rrugtimin tënd të palodhshëm ndaj filmit, mos dorëzimin tënd ndaj filmit, padyshim që ka bërë edhe mua të reflektoj se çfarë do të thotë të luftosh për gjërat që i don. Ke qenë dhe lakmoj si vazhdon të jesh për mu shembulli më i mirë i një individi të qëndrueshëm, i drejtë, me shumë humor dhe kreativitet në një kohë shumë të vështirë për njerëzimin dhe të falenderoj për ndikimin e padiskutueshëm që ke në jetën time. Para se të jesh artist që je, të madh të bën njerëzilloku dhe mirëkuptimi që e ke brenda vetës, e që nuk e kursen asnjëherë, jo vetëm për mu, por edhe për gjithë kënd rreth teje. Tash mendo 2 herë para se të thuash diçka për këtë letër dhe ka thënë ju përqafoj Kaltrina dhe i bër nga fjolla. Faleminderit shumë. Fjolla, unë nuk jam poet i mirë si fjolla, po do të thotë fjolla është edhe në shkrim është shumë e mirë. E vlerësoj shumë këtë letër ose ne jemi shumë privat, nuk publikojmë shumë internet sepse e vlerësojmë shumë njëri tjetrin dhe vazhdimisht ai ditë që skena tek filmat që i kam paraqititur që jeta private të ruhet më shumë se mos shfaqemi në Instagram se sa duhemi. E në realitet ndoshta ka shumë probleme brenda. Unë për atë gjëherë jam munduar ta ruaj fjollën, mos të shfaqemi shumë publik në letra këto se na emocionojnë shumë dhe por faleminderit shumë, letra emocionuese, nuk di çka më shtu për mi tregu fjollës, por vetë është një person shumë i mirë dhe unë e vlerësoj shumë, e dua shumë, do të thotë ajo në çdo herë ka vazhduar të jetë me mua, mundohem edhe unë t'i ndihmoj fjollës që t'i rri afër saj, por prapë e di se ajo bën më shumë për mua. Dhe po të mos kishte qenë fjolla, besoj se seriozisht do të kisha pasur shumë mangësi dhe ndoshta edhe vështirësi. Sigurisht po, se gjatë gjithë kësaj periudhe shoh se të duhet një person, jo vetëm mua si regjisor, por edhe njerëzit tjerë do të thotë janë për njëri tjetrin. Dhe më ka mësuar fjolla shumë në jetë. A do bëhet fjolla nëse në Slupçan? Por kudo në cilën vend nuk e di, por sigurisht që po, edhe pse ne Pasi ti po jeton për momentin. Nga lidhja e parë nuk e kemi pasur asnjëherë, do të thotë nga momentet e para kur jemi takuar në shoqërim dhe aty jemi dashuruar, do të thotë ku ka më mirë se në shoqërim. Asnjëherë nuk na kalon përshtypje, do të thotë kjo pjesa ku jetoni. Po edhe nuk na ka dhënë Po me rëndësi të jemi bashkë. për shembull unaza ose martesa se gjithçka na duket modicodit janë bërë sikur për rrjete sociale. Ne kemi pas të rëndësishme që njëri tjetrin e duam, jemi të rëndësishëm për njëri tjetrin dhe e dim vlerën e njëri tjetrit. Dhe sidomos shumë mirë ka shkruar në letër me një kohë shumë të vështirë, që janë sot çiftet, janë lidhjet ku gjithçka është bërë toksike, me trauma dhe çdo shembull i jepet ose çdo këshill i jepet se si mos të kenë njerëzit një lidhje të shëndosh. Ne pa marrë parasysh që kemi jetë normal, kemi probleme, kemi punë të mira, por ne ja dim rëndësinë njëri tjetrit, kjo është shumë më e rëndësishme. Dhe ja dim vlerën njëri tjetrit. Unë ja di shumë vlerën dhe faleminderit për letrën. Okej, me këtë mesazhin për fjollën, po edhe për gjithë rinin edhe për gjithë ata që na kanë ndjekur deri në këto momente, do ta përmbyllim këtë bisedën tonë pasi më duket se kemi zgjat pak më shumë se sa duhet, por me ty do e kisha zgjatur ende se kemi edhe shumë tema tjera të cilat do t'i kishim diskutu, po ndoshta t'i lëm për ndonjë rastësi. Sigurisht që emisionet tjera do flasim për dashurinë, se do i lajm film.
Edhe se unë nuk di të flas shumë për dashurinë. Po mirë, një analizë mund. Do shta dhe shkruaj, Po. por më zonë të kështu pa përgatit. Edhe nuk e dita se i sa gjare Të mirë të kemi bërë Mirë, Petra. faleminderit shumë, po. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për bisedën që e bënë. Uroj që po do të shqehemi prapë në podcastet tjera. Besoj se së shpejti me projekte të tjera, se vetëm jemi duke Pasi vetë ke filluar punosh për projekte. Faleminderit shumë Do të kemi prapë. Atëherë shikues të dashur, ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen që na keni ndjekur, edhe kur jemi këtu tek falënderimet edhe një herë të falenderoj sallonin që është përkujdesur për dukjen time Infinity, gjithashtu edhe kompaninë Rare Group që mbështet këtë podcast dhe që përmes pikërisht kësaj kompanie ne do të mundohemi që për çdo javë të sjellim podcaste të tilla interesante, motivuese dhe të shpresojmë që do të mbajmë vëmendjen tuaj dhe të na ndjekni çdo javë. Ne takohemi përsëri javën që vjen, deri atëherë ngjeni të përshëndetur.